Deri tash dikun ma shumë se 40 minuta, prej se jemi nisur drejt majës Vihren, që është maja e dytë me lartë në Bullgari, e treta në Ballkan, për sa i përket të lartësisë mbydetare. Me që është hera e parë që po ngjitim me atje, ende nuk e kemi të qartë sa është e vështirë arritja deri te kjo maje. Mirë po këta kilometrat e parë, dikun me sa e pash pak më përpara, dikun 2.5 kilometra i kemi bërë deri tash, nuk është që patëm ndonjë të lashë. Jemi duke u ngjitur unë, profesori Bujar Selami, drejtori Shvend Morina, po shpresoj që pas një orë e gjysmë ose 2 orë do të ngjitemi në maje. Po shpresoj se nuk i di. Është zakonisht e lehtë, nuk mund me qujt as mesatare, po e lehtë, edhe shpresoj që edhe pjesa e mbetur që do të jenë një shtek tepër i mirë edhe relaksues. Mendoj edhe si grup do ta kalojmë shumë shpejt, po kur dalmi nal do ta shohim më mirë. Bashkë me shokët, kolegët të grupit majës, grupit të hikingut, jemi nisur drejt majës së dytë më të lartë në Bullgari, e cila quhet maja e Vihrenit. Kemi filluar më pak se një orë më parë, drejt tash eca ka shku mjaft mirë, pamjet janë shumë të mira të kësaj natyre të këtyre bjeshkve, po shpresoj që edhe deri në finish kam na shku kështu edhe ta shohim gjatë ecës edhe vështirësitë e këtij shtege, po gjithsesi natyra është mjaft e mirë, koha është ideale për ngjitje. Jemi në Bullgari, në Banska. Jemi të ngjitur maja e tretë është më e larta në Ballkan. Në Bullgari është hera 3 që vi. 2 herë ngjitur në majën më të lartë, Mosava. Kam qenë edhe dimrit edhe verës. Sot shtigi është shumë i mirë, shoqënia është shumë e mirë. Ka dhe ujë në shumë vejna, ka borë që e bën më interesant shtegun. Pishat të mira shumë gjelbrim. Më interesant është që i pa më 10 tegra, edhe ishin zbut, nuk ishin shumë mirë. Gati jemi afër majës më ngjiten me profesorin Hakim Kajdazin, profesor Bujanuin edhe drejtorin Shpendin nga Kamenica. Një shoqëni e mirë, po kalojmë shumë mirë. Besoj që grupi kur vin kena më kënaqur edhe më tepër me grupin. Pas disa orë ecësh, në fakt ngjitjesh drejt majës Vihren, kemi arritur këtu tek pjesa thuajse para majës. Jemi në një, ta quaj kështu, qafë, ku nga këtu siç po e shihni duket një liçe poshtë atje, quhet liçeni Vihren, ndërkohë që maja, besoj nëse lëvizim pak, është kjo këtu sipër. Domethënë dikun po shpresoj nuk bëjmë më shumë se një orë ca deri atje. Edhe deri këtu moti do duket që është optimal për ngjitje. Ndonë se shohim aty këtu borë, por nuk është borë që pengon ngjitjen.
Ja pra pas dikon 3 orë gjysmë ecje, kemi arrit në majën Virhen, për të cilën edhe ishim nisur sot. Si që dini, kjo është maja 2 që shë thamë pak më herët. Ishte vështirë, po jo e pa përballueshme për neve që ne kemi bërë tashmë një përvojë në për ngjitje të tilla. Po me që po i sheni që këtu afër i kam edhe këta 3 që më kanë shoqëruar, ndoshta edhe këta kisha dashur pak me i pyet nga këndi këtyre si ishte ngjitja sot. Po, fillimisht ngjitja ka qenë shumë e lehtë, po me kalimin e kohës, duke ecur lart edhe vështirësitë janë më të mëdha. Po, do të them të drejtën që për fillestar nuk është kjo ngjitje. Është niveli të lartë, nuk thash shumë të lartë, po të lartë, kështu që kisha preferuar fillestarët mos ta vizitojnë këtë majë. Fillimisht unë gjithëm shumë lehtë, edhe deri afër ka qenë shumë mirë. Pak kjo pjesë më e vështirë, por nuk është shumë e vështirë për na që jemi të rregullt. Fillestar është pak vështirë, megjithatë na kalon shumë mirë. Ishte një ecje jo edhe vështirë, po jo edhe që lehtë, për grupin të njerëzve përgatitur është e përballueshme. Pjesa më e madhe e terrenit është terren guror, ndërsa pjesa e fundit e ngjitjes është edhe më tepër sfiduese se pjesa ulët. Por gjithsesi me vendosmëri edhe me dëshirën për ta pushtuar këtë majë, edhe ne arritëm edhe ja sugjerojmë çdo bashkëtorë që i bën me sfidu vetën, do me arrit majat më të larta, por gjithsesi vjen përgatitje, sepse pa një përgatitje adekuate fizike, nuk është e preferueshme të nisim të ngjitjen e pandemie. I buona ma dove si kemi sigara fotografia. Jo mos mirë thatë, që pjesa e fundit më duk pak më vështirë. Ku është në ngjitje, po. Ka një disnivel pak më të madh në një distancë kilometri i fundit e ka një ngjitje kryesisht. Do të jetë mirë atë të Po shpresojmë që edhe kthimi tash do shkojë mirë dhe do të kthehemi atje ku edhe kemi filluar ngjitjen dhe ku kemi vetuar. Sot me post tjerash edhe dhite egra, ja shikoni një atje, bu duket, por atje pak me pari po më diku mbi 20 të tjera. Më thonë vazhdimisht, ose ja tjetra atje. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm me i pa këtu. Ndonë se të egra, po e kanë kryer si duket një farë sigurie dhe nuk largohen deri në distanca shumë të shkurtër. Ja shiko kjo nga radar në përpara, ja tjetra po ngjiten atje. Janë asa 30 metra prej këtu ku po flas. Është një mrekulli kjo dhe tu nis prej faktit që edhe në majët e sharit kemi parë 10 egra, unë kam parë disa herë. Është e pamundur të afrohesh. Sigurisht kjo ka të bëjë ndoshta edhe me çdo gjuetin ilegal, ato sigurisht ndihen kërcënuara,